Pikë spari Partia Demokratike e Kosovës ka qenë gjithë një konsistente karshi balancimit interesit kombëtar me ato politik. Ne jemi parti politike, po gjithmonë prioritet kemi dhënë interesit kombëtar dhe interesave shtetërore. Po du me dojnë edhe të qëndrimet e kryeministrit Kurti. Po shumë shqetësuese me ndëgju fjalorin që përdur kryeministri vendet. Çfarë për shembull? Për shembull, qysh m'ja u dhonë, unë s'ja u ka dhonë populli, unë po du m'ja u dhonë. Nuk është e tia me i dhonë ose me i morë kur gjo, kërkuj. Për shkak se kjo është demokraci. Nëse kryeministri Kurti ka keq kuptu demokracinë, duhet me rishiku dhe njerë konceptin e demokracisë. Demokracia nuk do të thot pushtet absolut. Është vërtet që i ka 51.1%, atëherë le të krijon institucionet në të kaluarën edhe me shumë ma pak vota, përqindje, jënë kriju institucionet. Është hek dorë prej edhe pozitave të rëndësishme vetëm për hir të krijimit të stabilitetit shtetëror. Në anën tjetër, thane nuk bëjmë pazar. Në fakt bëjmë pazar. Se mos kishin bo pazar, nuk i kishin ndru qëndrimet. Nëse jo vetëm brenda këtij viti, po dhe për gjatë viteve. Nëse e merrni për shembull një qëndrim të kryeministrit Kurti para 10 viteve që e ka bo për një medium në Shqipëri, fatkeqësisht unë ja dërgova regjis, por si duket tuk mundeni me transmetu për shkak të drejtave autoriale. Mirë po nëse e merrni atë intervistë ku kryeministri përveç që thot diçka skandaloze në përmbajtje dhe në substancë duke i krahasu liderët e Kosovës me Hitlerin, me Miloševićin, ai gjithashtu e ngrit çështjen e rrezikut të marrjes së shumë pushteteve, aso kohë kur në fakt pushtetet ju ndo midis institucioneve ndryshme dhe ka pas balance demokratike, e sot po e bën pikërisht këtë të njëjtën që do më thonë ky ndryshon standard, ky kryeministër e ndryshon standardin jo në bazë parimit, po në bazë pozicionit, çka ka mendu që o gabim para 10 vjetëve, sot në fakt është të promovu. Po i dën të gjitha pushtetet, po do me pas edhe kryeministrin, po do me pas edhe kuvendin, po do me pas edhe presidencën, do me thonë vitin e kalum, veç të përfundaj, vitin e kalum, patën gati 50 seanca, ku nuk do i keme lëshu pe asni pik, lidhur me kryetarën e kuvendit.